Se unë ndërpreva se do vite shumë kish më tikte dhe më së të kote. Tu ishte gjithë mesazhin që Greta? Shtëpia. Po. Që mu vu kundra, unë aty. Aty në moment. Që tha? Gjithë shtëpia kundra. Shtëpia. Këta më që janë të fortët. Që tha? Tani, dy gabime ke ba. Që nuk ardhni. Së të kam folë në që të dish. Jo, falë, e di që të kam mërzit sot. Ë? Normal që më mërzit, po s'ka që ti di unë të ty pranoj gjona më të mdoja, kjo, s'ka problem, po dy gjona që i ke lut gabim, ka justifikim, mos ma justifiko, se e di unë kush justifikim. Se po fillon me justifikime... Po jo, më mirë, nuk të justifiko, mund të argumentoj. Nuk e du. Justifikimet janë të Justifikimi gjë. është me argument. Unë e di Po shumë të mirë. justifikosh, të rgon që po mundosh të shpëtosh vete. Të argumentosh është pse e kam thënë atë mënyrë, në atë moment ashtu. S'ke thënë asgjë, ke bërë dy lëvizjet, cilat më ke mërzit. Me Kristen, për lider. No. Dy lëvizje që ke mërzit mu, dhe më ke bon shpinë kundra. Lëvizja parë. Që erdhe në shtëpi dhe takove të gjithë shtëpinë, me radhë. Edhe mu ke taku si gjithë. Kur me radhë. Mirë, për zotin kam qenë shumë emocionume, për zotin. Po mos ma justifiko se e di. Edhe di që ka një, jo, prit, du të them dhe këtë. E di që ka një problem, që kur erdhi Greta, unë ndoshta kisha pas mundësi me folë edhe një fjalë më shumë. Po nga që Ledioni e pa Greta dhe na ndërpreu direkt, Greta Selina tani jashtë, Greta Selina tani, unë nuk kam, po pse unë s'pyeta për Agnesën.